Kush janë ata? Ti më zure një në gojë. Po. Avokati mo. Unë me atë s'jam takuar asnjëherë. Por aman e njo edhe më si ka brenda. Ai ishte një person shumë negativ. Si familje e si person. Baba i tij ka vrarë njerëz. Ka qenë i ministrisë së brendshme. Është e vërtetë kjo se është akuzë? Jo, është e vërtetë. Babën e tij. Kurse ky ka bërë shkollën e sigurimit. Doli. Pra atë ditë ky s'ka punuar asnjë ditë. Është takuar me Sorron. E Sorron e ka sjell Berisha, jo Edi Rama. Sorosin? Sorosin. Gjorgjin. Po. Jo të biri. Po, Gjorgjin, jo Aleksin. Jo. E ka sjell Berisha. Berisha ka bërë 2 që ka sjell këtu. Ai nuk e solli Berisha, nuk mendovi për keq. Se Sorro është njëri jo republikan, jo me shpirt demokratik, është një hajdut, merr para në të gjithë botën dhe ndihmon gjoja e njerëzit të çojnë në shkollë, që është një rregull shumë. Për shembull, nëse ti shpije me një vend që ka qenë komunist, shpije 30 nxënës me universitet në Amerikë, Amerika të paguan atë personin që i sjell. Edhe i çbën i dërgonte. Por fillovi të mirëte paratë Shqipërisë. Sorro e jepte $1, merr $1 milion. Sa me qenë se mos largohemi nga ky zotnia, Sorro e ka marrë që ditën e parë. Alpin Gunxhaj? Po, Sorro i tha gjoja mund të ketë violosur Sorro atë diplom që thotë ai, që të bësh universitetin doktoratën në Bruksel me një vend demokrat, duhen 4 vjet universitet, 3 vjet për mestrës, 3 vjet për doktoratën, llogaritë sa vite. Ai s'ka qenë fare, vetëm ka vajtur për dallavere. Pra, ai erdhi dhe ishte sekretari i të rinjve për të Shqipërinë. Ky e ka shok Edi Rama. Ky para 2 muajve, vete dhe Berisha. Edhe në dytë i Berisha. Mblodhi një grup gjoja intelektualës dhe ky ishte ai magafonit që i linte kush do fliste. Një vajzë nga Durrësi, një juriste e shkëlqyeshme, i tha, Gonxhe, e tha me emër bilem këti, i tha, mos më ndalo, se e ndalovi, i tha, ju keni ullur ati, e tha, ju keni vjedhur Sali Berisha, ti ke vjedhur Shqipërinë. Unë i tha, jam me biografi politike, jam juriste, ju i një hajdut, kjo jam mbylli. Pra, kjo është një person negativ. Këte është, jo ta ke shafër, këte ka arrestuar policia 3-4 herë, këto periud për 35 vjetë. Ky është personi që kur bëhet demonstrat, ky u bje me gur policave. Ky gjoja shan, do me thënë, Sorron. Ky është shoku i Sorros. Ky është bashkëpunëtori. Sorro ka shumë njerëz, po ditën që bëhet qeveria teknike në zyrë, Sorro e Sorrollop nuk do ketë tokë Shqipërisë. Profesor, a pajtoni nëse bëhet Shqipëria etnike kryeministër me qenë Albin Kurti? Jo. Albin Kurti nuk i takon ai vendi. Unë jam gjithmonë me të rinë. Albin Kurti mua më ka ardhur kur ishte në moshë 17 vjeç. E më ka kërkuar një takim. Ka qenë me flok deri këtu, në Durrës. Jam takuar. Dhe më ka thënë që do bëjmë, po të bësh ti një parti, ta bëj dhe unë. Se ne kemi bërë me 2001 këtë parti. Po nuk kemi hyrë në fuqi, se ishte firmosë për 32 vjetë të rritë kështu. E bëm me gjyq të rregull. I thash Kurti, je djalë i ri, ndryshoj politikën me grupin që ti je. Ai nuk e them kot. Mua vje keq që është shqiptar. Pse jo, është e rëndë. Edhe qoftë jetë e tij të rroj 100.000 vjetë. Pse vjen keq që është shqiptar? Por vjen keq sepse ai është bashkëpunëtor i Serbit. Janë akuzat të rënda për kryeministin. Nuk janë akuzat të rënda sepse Amerika nuk thot kot që nuk e do Kurtin. A keni fakte që Amerika nuk e do Kurtin? Sa herë vete e thot hapur publikisht mos votoni për Kurtin. Edhe unë kam thënë, nëse Kurti të tëra poshëtësit që i ka bërë, unë ja falë, po të veri këtë flamur në zyrët, unë ja kam thënë Kurtit edhe e di mirë, që kur ishte. Nga i deni që është bashkëpunëtori i Serbisë, profesor, se janë akuzat rënda. No, se janë akuzat rënda, këta e ka thënë edhe Ramush Haradinaj. Kush?
Ramushi e ka thënë. Ramushi është një patriot i Kosovës. Ka 2 veta të vrarë. Ramush Haradina quhet. Ramush Haradina, pavarësisht se në Kosovë është përhapur propaganda se ka vjedhur Ramushi, Thaçi, tjetri. Zotni, ti je gazetar. Vjedh qofse ti vjedh, laje në vendin tënd. Fshatar. Jon Hog. Urdhë? Jon Hog, mire ki, kitë dhe. Qytetar, laje. Po s'mund